Janë dy njerëz që nuk janë duke thënë një gjë. Sepse që qysh me drejt për hu për rana. E bëj po gënjen. Kështu pa ja pe thej, pa ka ju vërtetën. Problemi është që ose zgjedhje dy polë që ne vjesh, të cilat zoti Kurti mendon ham me fitu shumë komuna, ham pushtetin qendror, edhe pse unë e mendoj. Kjo mendim ekskluzivisht i analizës tame. Edhe i analizës kritike të i posë parasysh edhe statistikat për këtë zgjedhje të mas luftës në Kosovë. Zoti Kurti o në ramjet lirë, vetëvendosja o në ramjet lirë, vetëvendosja me energji, 800 euro blejet megavator energji sot, kur ka mujtë Kosova me përru me 35 euro. Ajo është kontekst tjetër. Jo, po zgjedhjen dikon, zoti sa di. Po, është kontekst tjetër i diskutimit. Dikon të elektorati. Po vetëm pak se Ismetin deshne vetëm pak. Leje Ismetin të replikoj me ty, Halil. Leje Ismetin të replikoj me ta ka përcim. E tregimit që ndërtova, po du me thonë, zoti Kurti ose zgjedhje dy polëshën vjesht, a dim se po do në një, me fitu sa ma shumë komuna namën pushtetit qendror, të dyjat në qata në të vlugun që me i bin njërët, edhe e dyta është me legitimu para elektoratit vetë koalicionin me njënë për i partive dhe mundësisht me PDK-n. Ismet? Ne nuk mu me ditë qka më nëna realisht publikisht nuk po që ka të vlerua. Zoti Kryezi, po në boz asoj qka të vepru dhe sak me ditë qka po menon. Zoti Kurti... Jo, unë shiko, analiza kritike, bëhet të e modë veprimet e se cilës ditë që e ka folë zoti. Tina, tu ja këshu programin, tu ja këshu ditën që shë organizën, tu ja këshu budallakit cilat një fletë si sonte, që ashtë të rëndzirë njëri analizë. Po mendoj që zoti Kurti, ne s'po flasim për qeverisjen e zotit Kurti, as për politikat, po flasim për situatën aktuale dhe blokadën aktuale. Gjithsesi zoti Kurti Halili po e thotë që s'ka dashur të hyjë në koalicion me partit, por edhe partit tjera kanë deklaruar që s'dojnë të hyjnë në koalicion me zotin Kurti. Tani, përgjithësia normalisht që... Jo, me allon kryeministin sonë të tin të tëjat, për isin në emë. Po nuk e di, me ata kanë deklaruar që s'do të hyjnë në asnjë mënyrë. Po, zoti kryezi. Ajo, nuk e di ato. LDK ka thënë edhe mbretëri nëse bëjnë, edhe mbret nëse bëjnë. Sonte me i besu. Unë nuk e di... Zotit Kurti. Edhe me allon LDK-s kryeministin sonte kryet qeveria. Sonte kryet? Sonte e mbledh kuvendin, e kryen kuvendin, edhe nesër qeverinë e reki. Po me PDK-n? Edhe me PDK njësoj, pse? Edhe PDK e me? Absolutisht. Nuk e di unë. Gava bëhet për pushtet Po flas për deklaratat politike të cilat i bojnë subjekte politike. Gava politike bëhet kush ik me pushtetit? Nëse gavën me mor pushtet. Lidhja Demokratike ka deklaruar që nuk është të interesuar në asnjë format të hyjë me vetëvendosjen, edhe ka pasur një deklarim tjetër sa i përket opozitës. Po që ka kuptu hilën e vetëvendosjes? Që po do me poshtu edhe njerë? Jo të mos do. Po mirë, une që po mundona me thotë që... Po jo, se na do këneve nuk ka bash budalejnë aty, jo. Po të ashtë më varët qka ka, unë nuk e di qka ka, për budalaj s'pe logaresa, s'pe i komentaj për budalaj, po i komentaj deklarimet e tyre publike, qëndrimet e tyre zyrtare, unë natën nuk shohën, nuk shka shohin ata, por për deklarimet publike, do të cilat i kanë si subjekte politike. Nesat nuk muj me zhbloku situatën duke e bërë fajtor, ose përgjec, ose qelës vetëm një subjekt politik. Në Parlamentin e Kosovës, të dalurit nga zgjedhjet, gjitha subjektet politike kanë përgjithësi për situatën aktuale në cilën ndodhet vendi. Jo sa i pari, jo sa i pari, s'diskutohet, jo sa i pari. Sa ma i madhë, përgjithësia ma e madhe. Nuk diskutohet, përgjithësia ma e madhe, por jo sa i pari. Por, partit politike të cilat potencialisht janë të interesuar me shku në zgjedhje, për shembull, sipas propozimit LDK-s, zgjedhjet e propozant janë shkurta në mars, kur i bjen me zgjedhjen e presidentit. Do më thonë sa, një qeveri tranzitore, tranzicionit do më thonë sa, 7-8 muaj ka kërku një qeveri. Partia Demokratike sa di unë publikisht është deklaru që është e gatshme me shku në zgjedhje, edhe në qoftë se s'kem moment për një koalicion edhe konsensus politik, atëherë ata mund të mos e lejojnë këtë që po e thuti fantazia e Albin Kurtit është kjo, sepse ata mund nesër me vendos... Po kaloni e ka ilustru situatën që ka po donë. Qka po donë? Veç kush po donë me po dhe me një zoti Kurti. Qka po donë? Sa këtu ka kalëzu? Qka? Nuk po donë me thonë institucione,
Okej. S'po do të marrësh politike me kërkon, po